Përshëndetje, në një nga postimet e mëparshme më është kërkuar të flas në lidhje me fobinë. Në fakt, qoftë yoga, qoftë ayurveda nuk kanë diçka specifike për fobitë, por specifikohet që fobia, ashtu si ankthi, depresioni, paniku, ataket e panikut, janë të lidhura drejt për drejt me stresin. Pra, mënyra që yoga dhe ayurveda gjen për të kuruar fobitë apo për të menaxhuar fobitë është duke menaxhuar dhe duke kuruar stresin. Për sa i përket frymëmarrjes në lidhje me stresin, unë kam bërë një video të mëparshme që mund ta gjesh në YouTube dhe në Instagram. Është diku aty një nga videot e para kam përshtypjen që kam bërë, kështu që për sa i përket frymëmarrjes, e cila është super e rëndësishme, nuk kam dëshirë që të bëj përsëri të njëjtën video, prandaj shko diku aty dhe mundohu ta gjesh. Nëse nuk e gjen, më thuaj dhe ta dërgoj. Sot do flas praktikisht në lidhje me stresin nga pikpamja e Ayurvedës. Do përmend gjëra të ndryshme përveç jogës, sepse do bëj një video tjetër në lidhje me ushtrimet e jogës për stresin, ankthin, depresionin dhe normalisht edhe fobitë. Ki parasysh që çdo gjë sipas jogës dhe Ayurvedës mund të menaxhohet nëpërmjet një diete, jo në kuptimin që do hash kaq gram në ditë, por nëpërmjet një mënyre të ushqyeri të drejtë, nëpërmjet një rutine të drejtë. Pra mos prit që të ketë një ilaç që ta zgjidhë këtë dhe ti do përmirësohesh brenda ditës. Imagjino se për sa kohë ke pasur stresin, ankthin, depresionin, fobitë. Imagjino se për sa kohë ke pasur, si mund të mendosh që do i shërosh për një ditë, sepse praktikisht ky është problemi që has më shpesh me klientët, pacientët e mi. Ky është problemi që duan një zgjidhje me një herë. Praktikisht është lifestyle, është një mënyrë jetese kjo, që të menaxhosh stresin dhe nëse thua, unë këto nuk mund t'i bëj dhe normalisht nuk mund të bëhen gjërat 100% çdo ditë. Normalisht i adapton sipas mënyrës tënde. Por nëse thua, kjo është e tepër për mua, atëherë i bie që stresi, ankthi, fobia, depresioni nuk janë aq të rënda. Unë kështu e shoh të paktën. Kështu që në qoftë se ke dëshirën për të ndryshuar atë gjendje në cilën je, gjendjen emocionale të stresit, ankthit, depresionit, vazhdo më ndiq. Nëse jo, atëherë it's up to you. Ka shumë njerëz që preferojnë një ilaç që i qetëson për momentin, kështu që zgjedhja është e jote, dua të them. Ki parasysh që është një maraton, ky nuk është sprint për të arritur në finish line. Pra, çfarë do të thotë? Kjo është brenda rreth një muaji që do i bësh këto që do të them, për të ndjerë më mirë, të siguroj, dhe pas disa kohësh që do të bëhet pjesë e jetesës tënde nëse ke bërë mjaftueshëm, sepse çdo zakon që kemi e kemi bërë aq shumë herë sa na është kthyer në zakon, çdo gjë që na është kthyer në zakon, sepse normalisht nuk jemi të lindur me zakone. Pra edhe këto gjëra që do shpjegoj, nëse i bën mjaftueshëm, do të kthehen në zakon, aq e thjeshtë është. Tani, frymëmarrjen e keni një video tjetër, shkoj që e diku atje, nuk e di nëse e përmenda më përpara. Frymëmarrjen në lidhje me stres, ankth, depresion, fobi. Në YouTube dhe në Instagram kam bërë një gjë të tillë. Për sa i përket jogës, që do jetë në një video të më vonshme, pra nuk do jetë në këtë video, por do vi së shpejti. Sepse yoga dhe pranayama janë super të rëndësishme për sa i përket menaxhimit të stresit, ankthit, depresionit, atakeve të panikut, fobive. Janë super të rëndësishme dhe praktikisht do në për çdo ditë. Një gjë tjetër e rëndësishme është dieta. Është shumë e thjeshtë. Unë nuk të them asnjëherë ha kaq gram, ha aq gram. Atë e zgjedh ti, por do të them asnjëherë mos ha sa të ngopesh. Dhe ti e di se çfarë bën mirë, ti e di se çfarë nuk të bën mirë. Ti e di që gjërat e skuqura nuk bën mirë, gjërat me shumë yndyrë nuk bën mirë, të hash mish për ditë nuk bën mirë, prosciutto, sallamra janë një nga gjërat më të këqija që mund të hash. Sallatat janë të mira, por jo të përzierë me ushqimin, në kuptimin jo në të njëjtin vakt, sepse njëra është e pagatuar, tjetra është e gatuar. Po nëse ushqehesh me gjëra të gatuara dhe të pagatuara në të njëjtin vakt, atëherë një nga këto do mbeti e patretur dhe praktikisht është e pagatuara. Në këtë rast do mbetet sallata e patretur. Ëmbëlsirat normalisht nuk bën mirë, sidomos në darkë. Gjërat e ftohta në darkë, si akullore, pijet ftohta nuk bën mirë. Diet, alkooli, duhani nuk ka nevojë ti përmend, domethënë e di që
ndihesh sikur të stresin, është e njohur që bën të kundërtën. Mënyra e jetesës, nëse i gjatëgjikos në trafik, duke u acaruar me njerëzit normale që në ndihesh keq, është mënyra e jetesës tënde që bën ndryshimin. Edhe disa gjëra të vogla janë, për shembull, mos të pish ujë 20 minuta para ushqimit, 20 minuta pas ushqimit dhe gjatë ushqimit. Shumë e rëndësishme sepse prish tretjen, ndikon në tretjen, në lëngjet që ndihmojnë tretjen, lëngjet e stomakut. Tjetër, një gjë shumë e rëndësishme që kanë parë shumë njerëz që e bëjnë. Nuk ka dalë kota e shpreha, mos hy të lash në det mbasi ke ngrënë sepse do të bjerë atak në zemër. Ndoshta s'të bie atak në zemër, por ama tretja jote ngadalsohet shumë rëndshëm. Në Ayurveda ne themi që praktikisht nuk duhet të qëndrojmë as afër një personi që ka bërë dush mbasi ka ngrënë. E di që është exagjeruar, po është exagjeruar për të vetmen arsye që t'i bëjë njerëzit të kuptojnë se sa e dëmshme është të bësh dush apo të lahesh në det, ku ta di unë se çam mbasi ke ngrënë, duhet të paktën 2 orë. Unë preferoj gjithmonë para se të ha të bëj dush, nëse duhet bëj dush domethënë, para se të ha, se sa të pres 2 orë, shkoj 2 orë, edhe 2 orë është minimumi që duhet pritur. Pra asnjëherë mos bëj dush direkt pasi ke ngrënë, sepse ndikon shumë keq në tretjen dhe çdo gjë e patretur me kalimin e kohës do kthehet në ama, e quajmë në Ayurveda, dhe është helm për trupin. Këto janë, për mendimin tim, faktikisht në momentin që fillon i bën gjithmonë këto gjëra, bëhen tepër thjeshta. Unë kam të fiksuar, nuk bëj dush mbasi kam ngrënë, pikë, nuk diskutohet, domethënë ai muhabet. Çfarë tjetër bën mirë? Rutina e përditshme është shumë e rëndësishme. Rutina e përditshme është super rëndësishme. Tani, e di që kjo që do them është pak e vështirë, është zgjimi i mëngjesit. Sipas Ayurvedës duhet zgjohemi përpara se të lindë dielli, pak e vështirë se mos në verë. Okej, të themi ora 6 të mëngjesit, personi duhet jetë i zgjuar dhe gjë parë që bën është thjesht të përqendrohet tek trupi për 1 apo 2 minuta dhe thjesht të bëjë një slanim të trupit, thjesht me ndor kokra, këmbët, krahët, trupi, thjesht ndje trupin dhe mundohu të mendosh diçka pozitive. Më pas, gjëja tjetër që duhet të ndodhi në mënyrë natyrale është të shkosh në tualet. Nëse ke një regjim të drejtë, të shkosh në tualet, evakuimi i feqës dhe urinës është super i rëndësishëm që në mëngjes. Më pas, lyrja hundës dhe mbajtja lyrja hundës me vaj dhe mbajtja e vajit në gojë. Duket si gjë e çuditshme. Unë do thoja 2 pika vaj suzami, ose nëse do akoma më e mirë është anu Thajla, nuk gjet ashtullaj në Shqipëri, nëse do më thuaj, dhe dikush që unë njoh i importon nga India, unë atë përdor normalisht, por nëse është më e thjeshtë për ty, vaj suzamit është pak a shumë e njëjta gjë, 2 pika vaj suzami në secilën hund. Mos i ka përdi, edhe nuk ka shihet mirë, po edhe është e mirë mos ta ka përdish, thjesht përshtyje. Pastaj mbush gojën me vaj suzami dhe mban, nuk e lëviz dorën, thjesht e mban me vaj suzami. Nuk dua të zgjatem tepër këtu, që nuk e shpjegoj tamam pse kjo duhet bërë, të siguroj që ndikon drejt për drejt me stresin. Nëse je shumë i apo interesuar, të dish më tepër, më shkruaj. Tjetër, më pas normalisht unë e kam kombinuar me idenë e dushit, sepse dua ta mbaj vajin e suzamit sa më gjatë jetë e mundur në gojë, pra unë bëj një masazh të trupit me vaj suzami, sidomos veshët edhe nga brenda, e vendos pak vaj suzami te gishti i dytë, e vendos brenda te veshi edhe rreth e përqar. Unë e bëj gjithë trupin me vaj suzami, masazh i shkurtër, por pikat më të rëndësishme janë veshët, kërthisa, balli, këmbët janë super të rëndësishme, edhe duart, po duart bëhen në mënyrë natyrale sepse tek e fundit do lyesh trupin me vaj suzami. Unë preferoj ta bëj të gjithë trupin gjithmonë para se të lahem. Tani sa do e mbash, përgjithësi unë nuk kam kohë, e bëj me vaj suzami, pas 2 minutash jam në dush, ndërkohë kam akoma vaj suzami në gojë. Nëse mund ta mbash më gjatë, është akoma më mirë. Një rutinë tjetër e darkës që ndikon jashtëmase shumë në lidhje me stresin, ankthin, depresionin, fobit, është masazhi i këmbëve. Nëse mund ta bësh edhe 2 herë në ditë është akoma më mirë. Masazh këmbësh me vaj suzami. Një masazh i thjeshtë, nuk e pse ti dish të gjitha pikat, mjafton të masazhosh çdo pjesë të këmbës me avash me vaj suzami.
Do më pyesni, e di që do më pyesni po vaj ullirit, çështja është që në Indi, ndaj ku vjen Ayurveda, vaj ullirit nuk është ashtu i përhapur sa vaj i suzamit. Mund ta provosh, nuk di çfarë të them, sepse nuk është një gjë, domethënë neve na rekomandohet gjithmonë vaj i suzamit, edhe unë preferoj vajin e suzamit për këto gjëra. Po tek e fundit është më mirë se hiç vaj ullirit. Shumë e rëndësishme të bësh ecje 60 minuta në ditë, mundësisht në natyrë, në lidhje me të gjitha ato problemet e depresionit, anksitet, gjitha ato, të bësh yoga, pranayama, pra frymarrje dhe meditim çdo ditë. Nëse ke mundësinë të ndjehesh në një yoga nidra, kam për ta regjistruar së shpejti një yoga nidra këtu, është akoma më mirë. Dhe në yoga nidra ne thjesht rrim shtrirë me sytë mbyllur dhe dëgjojmë dhe bëjmë ato që thot personi që po flet praktikisht. Është gjë më e mirë. Do regjistroj së shpejti një yoga nidra për stres, depresion, fobi. Tjetër, në mëngjes, unë gjithmonë jap urdhra trupit tim. I them, ngri imunitetin, ngri mburojen, ngri vibrimin. Immunity up, shield up, vibration up. Dhe vendos me forcën e imagjinatës një piramid të bardhë prej drite përreth trupit dhe përreth makinës dhe përreth shtëpisë, sepse kjo është mbrojtja më e mirë. Mbrojtja më e mirë nga energjitë, nga gjëra që fatikisht nuk duhet, nga gjëra që fatikisht nuk janë pozitive. Pra ngri imunitetin, ngri mburojen, ngri vibrimin dhe piramide bardhë me dritë bardhë rreth trupit, nga kokat e këmbët. Mund ta vendosësh edhe që në mëngjes. Tani sa herë do i thuash, varet nga ti. Sa më shumë aq më mirë. Një gjë tjetër që funksionon, se sapo më erdhi në mendje që do të them tani para se ta harroj, është të dëgjosh ose dhe vendos tek përshkrimi poshtë një video që mua më pëlqen shumë në lidhje me pikërisht këtë mantra realisht ndikon pozitivisht në largimin e stresit. Një gjë tjetër që nuk është as Ayurveda, as yoga, por unë ndjej që është e rëndësishme është bizhuteritë, mënyra se si vishesh, mënyra se si rregullohesh, tualeti, t'japin. Domethënë, unë nuk e preferoj shumë tualetin, vendos pak, por vendos atë që mua më pëlqen. Kështu që mundohu të gjesh 5 minuta, ndoshta bëj gati gjërat që në darkë, çfarë do veshësh, si do rregullohesh, që ti të shkollaj në mëngjes, por ajo normalisht jep një lloj self-confidence, një lloj besimi në vetvete, sepse jemi prekur, jemi njerëz tek e fundit. Kështu që mundohu të gjesh diçka, pra mos u vish me xhele, shkurt muhabeti. Mundohu të gjesh diçka të veshësh që të bën të ndihesh mirë. Tjetër, jepi një kompliment vetes në pasqyrë çdo ditë, thuaj vetes të dua dhe jepi një përqafim vetes. Çdo ditë. Nëse ti nuk e do veten tënde, kush mund të dojë ty? Dhe pastaj mendo. Jam e bindur që shumica prej jush flasin me veten, sikur po flasin me një person që mendojnë që tjetë, më fal për shprehjen, nuk mendoj njerëzit si të tillë, po kjo është shprehja që po më vjen në mendje, që mendojnë sikur është fundërrin. Tani, do doja që ta kujtoje veten sa herë që e kritikon veten, kujtohu, të trajtosh veten siç të trajtoje njeriu që ti do më shumë në botë. Do i flisje personit që do më shumë në botë në atë mënyrë? Do i bëj ato lloj kritikash apo do i thoja hajt nuk ka problem kur bën një gabim, ajo që quhet pak në gabim? Çfarë do bëj? Atëherë fillo të trajtosh veten si personi që do më shumë në botë. Dhe thuaj vetes çdo ditë, të dua, jepi një komplimente për qafoje. I kam të gjitha në letër, prandaj shoh poshtë pas here, sepse kam frikë se mos e harroj. Një gjë shumë e rëndësishme, bollu krahasove me të tjerët, asiguroj që të gjithë kanë probleme. Kam dëgjuar shpesh gjëra të tipit, kur ti po më ndihmon mua me gjumin, imagjinoje sa mirë fleti. Edhe un kam net pa gjumë, është hënë e plot sonte. Gjumi im ka qenë cop. Edhe un kam probleme, domethënë normalisht punoj, ndihmoj të tjerët me këto probleme. Por edhe un kam një terapiste ku shkoj. Edhe unë bëj yoga, edhe unë bëj gjithë to që po ju them, ose të paktën mundohem, sepse ndonjëherë njeri jam edhe mund të harroj, edhe unë i bëj të gjitha këto, ndryshe nuk do mundesha të punoja me këto gjëra. Ta siguroj që edhe personi që ju mendoni që has it together, që realisht e ka veten në kontroll dhe ka jetë fantastike, edhe ai apo ajo
ka problemet e saj, pra bollu krahasove me të tjerë, ta siguroj që ka marrë emaile nga njerëz shumë për ndihmë dhe kam punuar edhe me njerëz shumë të suksesshëm apo femra të bukura që ju nuk e imagjinoni kurrë që kanë ato probleme që kanë. Femra më e bukur që kam takuar deri më sot në jetën time mendonte që ishte e shëndosh dhe e shëmtuar. Dhe është realisht një nga femrat më të bukura që kam parë live të paktën në jetën time, se ka lloj aktoresh apo gjëra të tilla, dhe ajo kishte këto lloj kompleksesh. Kështu që ta siguroj që nuk t'ia vlen të krahasosh me të tjerë se të gjithë kanë problemet e tyre, ta siguroj. Thjesht po harxhon energji të kot, domethënë. Një gjë shumë e rëndësishme që kam vënë që femrat e bëjnë shumë shpesh, mbajnë urinën. Shkon në banjo, kur të shkohet në banjo, shkon në banjo drejtë mori. Çfarë mund të ndodhi? Çdo njeri, çdo gjë mund presej. Shko në banjo dhe asnjëherë mos mba të shtimën, mundësisht nxirë jo me kam dëgjuar se njerëz që të shtin shumë lehtë. As mos mba kur as të shtimën, çdo lloj gjëje, kollën, nëse të përzihet do të nxjerrësh urinën, feqen, të lutem, boll për këto sepse të krijojnë stres, të krijojnë probleme të papara në trup, se kuptoj pse njerëzit duhet bëjnë gjëra të tilla. E thash mos u te ngrop, mos bë dush pasi të ngrënë, të shoh një gjë tjetër. Janë disa gur, unë besoj shumë të fuqia e kristaleve, dhe janë 3 gur që janë shumë të rëndësishëm, ndikojnë pozitivisht për stres, antidepresion, dhe është aquamarin, rose quartz dhe chrysocolla. Të nuk i njithja më përpara, do me thënë. Po vura re, bëra ca kërkime dhe chrysocolla funksionon gjithashtu shumë mirë. Dhe përsa i përket, duhet them edhe diçka tjetër, po. Përsa i përket ilaçeve të Ayurvedës, ato që funksionojnë, to janë barnabimore, nuk janë ilaçe, po ato që mund të përmend që funksionojnë mirë për të rast janë brahmi, e kam përdorur edhe vetë, të ulë stresin është shumë i mirë, brahmi, guduçi është shumë i mirë edhe për ngritjen e imunitetit, shatavari, vetëm për femrat, jo për meshkujt, sepse ndikon shumë mirë edhe tek mitra dhe gjithë pjesët gjinitale të femrës, amlaki, shumë i mirë, tulsi, fantastike, licorice dhe ashwagandha. Të janë ilaçe që, ose barnabimore që funksionojnë shumë mirë. Nëse ke më shumë pyetje në lidhje me këto, më shkruaj, sepse nuk mund të stërgjisjatem tu, po shton 18 minuta kjo video. Kam përshtypjen që do jetë vetëm në YouTube, se është tepër i gjatë për Instagramin. Po, nëse mund të bëni, e thash masazhin e këmbëve, nëse keni një person që mund të bëjë masazh, është shumë mirë. Një gjë tjetër që mund të bësh para se të lahesh, dhe kjo funksionon shumë mirë, duhet të ndroja dorën se më lodh nga mbajtja e celularit. Një gjë tjetër që mund të bësh është të vendosësh vaj kokosi, për shembull në këtë rast, tek një pjesë talam quhet, këtu tani vaj kokosit është gjë më e thjeshtë, prandaj po them vaj kokosi, të lutem mundohu mos të eksperimentosh me këtë, sepse është një pikë tepër e rëndësishme e trupit. Ka edhe përgatitje të tjera të Ayurvedës që mund të bëhen, por në këtë rast thjesht shko për vaj kokosi, sepse është gjë më e thjeshtë, nëse do përgatitje më shkruaj. Dhe se si matet, se kujdes, sepse të gjithë njerëzit ndryshon, është të vendosësh gishtin e vogël të hunda dhe të zgjasësh dorën, aty ku përfundon gishti i madh, aty është pika. Është ndryshe për çdo njeri. Aty vendos këtë, po asnjëherë mos dil me këtë, mund ta vendosësh dhe zëm lau pas një ore, ku ta di unë se çfarë la kokën. Por asnjëherë mos dil me këtë, sepse mund të ftohesh duke bërë këtë gjë dhe thjesht bëj pak masazh kësaj pjese. Shumë lehtë, asnjëherë fort. Thjesht bëj pak masazh kësaj pjese me vaje. Talam, shumë i rëndësishëm për stres, depresion, fobi, të gjitha ato. Më duket se fola për të gjitha gjërat përveç një gjëje. Në yoga në Ayurveda, njeriu konceptohet si përmbledhja e 3 doshave, vata, pita, kapha. Do flas në të ardhmen më gjatë në lidhje me këto. Nëse do të zbulosh doshat e tua, shko te website-i im, është një pyetësor aty, përgjigju të gjitha pyetjeve ama, sepse më qellon ndonjëherë që njerëzit nuk i përgjigjen të gjithave, përgjigju të gjitha pyetjeve
dhe më vjen automatikisht. Dhe pastaj të dërgoj një email tek emaili që do vendosësh se çfarë dosha je, dhe do bëj më vonë video në lidhje me doshat e ndryshme. Ajo që ndodh është që kjo stresi, antidepresioni kanë të bëjnë me vatën jashtë balance. Vata është e përbërë nga 2 element brenda trupit të njeriut, ose fajkisht në të rast brenda trupit të njeriut, është ajri dhe hapësira. Janë 5 element që praktikisht kanë krijuar të gjithë botën, dhe është earth, pra toka, ajri, hapësira, zjarri dhe uji. Vata pita kafa, do me të një bje të gjithë elementet janë jashtë balance kur ti je në stres. Prandaj e bën stresin kaq të vështirë për të menaxhuar, dhe më vonë ato që vijnë pas stresit, si pasojë e stresit, akoma më të vështira për të menaxhuar, sepse praktikisht të 5 elementët janë jashtë balance, por duke sjell vatën në balancë, meqense vata është kryesorja që del jashtë balance në këtë rast, atëherë mund të vendosim edhe elementet e tjera vash avash në balancë. Me të gjitha ato që përmenda dhe duke krijuar një rutinë të shëndetshme, vata kthehet në balancë. Dhe shumë e rëndësishme për vatën është të hash gjëra të gatuara dhe jo gjëra si sallatrat të thata, dhe të mundosh mos të hash gjëra të thata si rush i thata, ku ta di unë se çfarë. Dhe të hash sa më shëndetshëm. Kjo edhe ato që kam përmendur në lidhje me vajrat sjellin vatën në balancë. Kështu që po të dua shkruaj tek website-i im, është edhe faqja në shqip, është një në norvegjisht, një në anglisht dhe një në shqip, shkruaj tek faqja në shqip, dhe tek kam përshtypjen mjekësia indiane, popullore indiane, diçka e tillë, po të shkosh poshtë e gjen pyetësorin, mund t'i kthesh përgjigje të gjitha pyetjeve dhe të kthej një përgjigje më pas në lidhje me cilat dosha janë më të forta tek ti. Okej, u stërzgjata 22 minuta këtu, shpresoj që të ketë qenë e dobishme kjo video, dhe nëse ke ndonjë lloj kërkese në lidhje me çfarë do që të publikoj, më shkruaj. Edhe diçka, si e qoftë, gjëja më e mirë që mund të bësh është gjithmonë terapia. Nëse je apo je interesuar për terapi apo hipnozë, më thuaj, dhe deri në videon tjetër, ja kalofshit mirë.